Çifti i njohur Naim Abazi dhe Mirri Braha janë shprehur hapur në një intervistë të gjatë televizive. Ata nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe kanë bërë thirrje që të votohet sa më shumë. Ne kemi votuar, procesi shkoi shumë mirë, urime dita e zgjedhjeve. Unë them gjithmonë kur kemi zgjedhje, kemi fest, deklaroi Naimi. E kam përfunduar dhe unë të drejtën time për votim. I ftoj të gjithë qytetarët të dalin të votojmë, se pastaj për kokër shpinës nuk ka nevojë për ankesa, se janë të pavlefshme, kështu që dilni dhe votoni, tha në anën tjetër Mirri Braha. Por në një quiz të bërë nga gazetari, Mirria ka zgjedhur disa emra të famshëm që do të emëronte kryetarët e disa vendeve. Kryetarët e Ferizajt e kisha bërë Fifin, Mitrovicës Sunaj Saracin, Suarekës Motrat Mustafa, Remzi Osmanin, të Pejes Violeta Kajtazin. Të gjitha femrat, me kandidu për vete nuk kam mendu. Shpresoj që kryetari i ardhshëm i Prishtinës do të gjallërojë më shumë jetën kulturore, së paku një herë në muaj një koncert, tha ajo ndër të tjera, por ajo që bëri më shumë bujë ishte deklarata për Remzi Osmanin, ku do ta bënte kryetaret e Suarekës. Na duhet të rikujtojmë se Mirri Braha dhe Naim Abazi janë çifti më i njohur i showbizit shqiptar, ku kanë treguar vit pas viti se dashuria e tyre nuk shteron kurrë.